Vala të Nxetit ka arritur pikun e saj, duke bërë që lëvizja në rrugët e Shkodrës gjatë orëve të mesditës të jetë një sfidë vërtet. Në këtë ditë ku termometri shënon vlera ekstreme, konsumi i ujit është kthyer në një nevojë primare për secilin qytetar. Për të ardhur në ndihmë kalimtarëve dhe të moshuarve në pika të ndryshme të qytetit janë vënë në funksion disa qezme publike. Kjo iniciativë ndërmarrë nga Bashkia Shkodër, por edhe nga institucione fetare e biznese vendase, po ofron një pikë freskie me zjarri të vapës. Do na vao mirëboll që kena këtu qezme se plas me Nxetit. Po përdorim shpesh edhe pin. Edhe shplona çfarë Nxet. Si është janë dy trumat e Duvajt e reja, tash duhet me thonë truma e Zdraleve. Të shumë më bukur, është shumë fantastike. Kanë pështu mërdan, tanë që janë tregtare, tanë s'ke gja ma mrekulliq. Qezmet janë të nevojshme për këto ditë të nxehta, freskojnë vetin edhe fëmijët. Ashtu i shumë mirë, i lehtë. Pika e furnizimit me ujë të pijshëm po shërben jo vetëm për të shuar etjen, por edhe si një mundësi për të freskuar për momentin. Mjekët vijojnë të apelojnë për kujdes, sidomos për fëmijët dhe të moshuarit, duke këshilluar konsumin e bollshëm të ujit dhe shmangjen e lëvizjeve në pikun e diellit, ndërka çprania këtyre qezmeve në hapësirat publike mbetet një ndihmë që lehtëson sadopak ditët më të nxehta të kësaj periudhe.